Ilir Carën, Ilir përshëndetje, me mbrëma, kënaqësi që jetë e ne. Me mbrëma edhe për mua është kënaqësi. Si ta themi tani për ata që duan ta prezantojnë? Ato që dyshojnë që kam qenë futbollist i mirë. Ata që dyshojnë direkt e kemi i pasim. O, pasimi ishte mirë, gjoglimin e kemë mbrapa. Për ata që... Do më përqende të isha... I ke gati, po në shojnë? Po presin, gjitha ato që janë dyshues. Pasimi ishte 10. Se Guardiola thot kështu, teoria e Guardiolës është, më mirë afrohemi me njëri tjetrin, pasojmë 5-6 metra, se sa të pasojmë 30 metra, ku ka mundësi saksia topit nuk shkon atje, dhe mbrojtësi kundërshtar mund ndëryj. Prandaj, mirë ishim deri tani, si fillim. Mirë atë kënaqësi që erdhe në program. Erik, herë dytë, Virgo, trajner personal, por edhe ti mirë me... Dikur. Si e ke parë botrorin? Deri para 2 ditësh po më pëlqente, por sidomos ajo që ndodhi me Amerikën, me të kartonin e kuq, më la një shi shumë të keqe. Se normalisht kur futet politika në sport, çdo gjë prishet, kështu që shpresoj mos të... Po pse ka vend që nuk futet politika? Tani aq në mënyrë aq evidente jo, sepse Trumpi doli dhe foli vetë që unë në një farë mënyrë influencova FIFA-n edhe... Shika, nuk bëri gjë Trumpi, tha shikoj që këta se nuk ishte drejt. Fundit i gjatë mirë, tha, e ke parasysh futbollistit të luan të gjithë me radhë. Po të luaj, po rregullat janë rregulla. Rregullat janë rregulla. Duhet në respektuar. Themi ne, që rregullat janë rregulla. Okej, Konstantina, tashmë je bërë familjare me programin. Si gjithmonë kënaqësi ke mësues. Kënaqësi, komplimente për lukun e ri kështu. Po, si ditë pushimi. Patjetër. Nuk ka botror. Ke parë ndeshje? Patjetër, dhe do të thosha jemi pikërisht në fazën më interesante të këtij turneu, ku çdo ndeshje do të dukej si një finale më vete. Tashmë nuk ka më vend për përmirësimin e gabimeve, ku çdo gabim i vogël në përfundim jep eliminimin e tyre. Dhe vërtet kemi pasur surpriza, siç ishte rasti i Norvegjisë, po dhe i Zvicrës. Po. Kjo tregon që nuk janë më vetëm ato ekipe pretendente, por patjetër janë ata të cilët i përkushtohen më shumë, tregojnë qetësi në momentet e duhura dhe patjetër Bilbilin si e djove, të mirë, të keq, s'ka, të drejt, Argentinë-Egypt. Atëherë, Argentinë-Egypt. Mendoj se realisht FIFA e do shumë Argentinën. E do. Patjetër. Po sa krahasim me ndeshjet e tjera, mendoj se është ndër ato skuadra e cila ka pasur kundërshtar jo fort serioz, nëse më Ka pasur spekulime që edhe short, disa paraqe që qarkullojnë nga Federata e Argentinës e diskutime, edhe pse të pafaktuara, por që në të vërtet kanë qenë evidente për faktin se Argentina nuk është se ka qenë përballë skuadrave që kanë qenë pretendent emra që kanë qarkulluar për trofeun. Okej. Ilir Martini, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Program. Shumë faleminderit për ftesën. Sipërmarrës dhe cateringje. Sipërmarrës dhe Këtë do merrje kamarier për shkakun nga këta futbollistët në kampionatin botror, që të shërbente më mirë. Ronaldo. Ronaldo do që t'i shërbejnë se rri atje, duhet i lojtar që jep topin, ai është kamarieri që filloi edhe profesionin tjetër për kamarier. Ronaldo na merr gjithëve në bashkë. Okej, Klea Bizaku tashmë ke ardhur në program, përshëndetje, je qetësuar. Të shikoj. Tani duket sikur e mora dorën, e marr më shumë vesh nga futbolli, edhe botrori na ka njohur më shumë. Për shembull, çfarë merr vesh më shumë? Po tani këtë unë kam ndjekur Portugalin shumë, këtë botror, edhe jam përpjekur që të shikoj edhe ndeshjet e tjera, megjithëse pas skualifikimit të Portugalisë, sikur ky qefi i madh për ndjekjen e botrorit faktikisht më ka ikur. Qartë. Por që Ty t'ka ardhur qefi tani që të vish program më shumë, se sa... Po shiko, ka 2 programe. Ata kanë botrorin e tyre, ne kemi botrorin mega botror tonin, edhe sigurisht që gjitha bashkë. Po, vazhdojmë tonë. Ilir, me ke tifoz? Ti e di që unë me shpallur tifoz holandez, po tani... Dakor, unë e di, po këtë program nuk e bëjmë për vete, e bëjmë për ata që dëgjojnë atje. Po, të them drejtën më kanë nërën baterinë Për dyshuesit. U eliminuam pak para kohë. Holanda, të rjetër me penalti. Në të 13 rastet e fundit,
8 herë është eliminuar me penalti, kuptohet që një defekt i kombëtares holandeze, por ka edhe një tregues tjetër, që nga viti 2010, i vetmi ekip është Holanda që nuk është mundur në lojën 90 minutëshe. Herën e fundit është mundur në botrorin e Gjermanisë, në 2006 me Portugalin, në 1/16. Bile ajo ndeshje është cilësuar si bedeja e Nurembergu, sepse ka qenë një arbitër rus, që kanë nxjerrë afërsisht 20 kartona të kuqe dhe të verdhë. Po mirë, unë nuk kuptoj një gjë. Di kaq mirë të luash futboll, di ta pasosh topin, driblosh, ta gjuash kështu me kthese, me dita me radhë. Si 10, 20 vjet, 30 vjet nuk mësuan dot që këtu deri aty ta bëjnë gol. Ndoshta si ma shpjegon ti? Unë nuk e shpjegoj dot, unë di të them që holandezët luajnë shumë bukur, ama penaltit nuk din t'i gjuajnë. Ne kemi disa raste që kemi humbë evente shumë të rëndësishme të futbollit, sidomos në hapat e fundit, gjysmë-finale dhe çerek finale. Histori me Danimarkën në Europianin e 92-shit, me Brazilin në 98-ën, me Argentinën 2 herë në 2014 dhe në 2022-shin, edhe hera fundit i vuri kapakun. Po dy ndër rregullat kryesore në futboll janë mos e bëj golin te porta jote dhe mos shkakto penallti që të fillojnë. Shiko Sulçe, ka edhe një problem tjetër. Cili? Problemi shumë evident në sensin sepse të gjuash një penallti në ndeshjet me eliminim është një presion shumë i madh. Edhe përgjithsisht lojtarët holandezë, duke qenë se kanë qenë futbollistë profesionistë që luajnë në ekipe të mirënjohura, nuk e kanë kaluar sakun e të qenit futbollistë të mëdhenj. Okej, qofse keni edhe ju në mendim, vazhdojmë, mos rrim presim rradhën kështu. Rik. Po dëgjoj me vëmendje se në fakt kjo ka ndodhur me Holandën, se unë jam tifoz i thekur i Gjermanisë, duke kam lindur dhe atje, dhe kemi një kështu Gjermani ke lindur? Derbi, po. Kemi një tip derbi me Holandën, edhe zakonisht kur këta... Mos u mërzit, do të takohemi në shtator, neshën e parë e ka është Gjermania e Holandë. Edhe kur këta munden, ne na bëjtë një kefi, po si vjetë të dy në të njëjtën kohë dolem jashtë. Pra, besoj si europian, shpresojmë që kampionati të kthehet të rikthehet në kontinent. Unë atë dua. Okej. Për Holandën, me thënë të drejtën, si vjetë më erdhë keq se kishte një futboll krahasim me vitet tjera, kishte një futboll më agresiv, më të pasur, më të mirë. Por ti më duket i ftohur apo më duket mua? Kondicioneri thash edhe Kostin, si ti bëjmë ne? Do të se ne kemi edhe këto pizza, bele, gjitha me radhë, pije, gjitha me radhë, ti sjellën çfarë do në një. Faleminderit. Që ti jesh që ti më okej. Po zakonisht e pim ujin e ftohtë në shqiptarët. Po, në shqiptarët normal që e pim ujin e ftohtë. Po gjermanët se pinë ftohtë. Gjermanët se pinë ftohtë, për ata që kanë pitur ujin e ftohtë, këtë vit ishin shumë dobët. Ne gjermanët, për shembull, thoshte Altin Lala, siç e flisja, e pinë ujë ambienti. Sepse trupi është i kondensuar, është i nxjerrë. Trupi në temperaturën kur e nxjerrim temperatura e trupit ton e bën ujin, harxhon energji, si e puna e asaj furrës, si ta çojnë ku diun sa grad. Ne marrim të ftohtë, trupi harxhon energji dhe pastaj kemi dhe probleme të gjitha. Zakonisht shumë tha në Bundesliga asnjëri nuk e pi ujin e ftohtë. Ne kemi qef, jo vetëm ftohtë, po dhe me akull. Ju te cateringu ju e shihni. Si ka emrin cateringu? MC Catering. Si? MC Catering. MC Catering. Qa bëni aty në catering? Bëni kësha për këta lojtarët e kombëtarës dhe gjithë me radhë? Për lojtarët e kombëtarës s'na kanë ftuar, na kishin ftuar do kishna shërbyer. Po vinë edhe vinë. Do na ftosh ndonjëherë në të programit? Patjetër. Vim bëjmë një catering të vogël. Patjetër. Ish me kënaqësi. Edhe Ore Blendi res më ça? Kam shok mik. Blendi. Shumë mirë Blendi. E ke zëtari mirë? Edhe lojtari mirë. Se 30 vjet. Ka me Refikun, një ndër futbollistët për të mëdhenj, janë të fisi. Tjatin e kam pas pedagog. Tjatin e Epli. Do me thëmë, kam miqësia. Okej, e ku është kjo qendra juaj? Ku e keni ju këta? Në zyrat i kemi të rrugë Elbasanit. Afër që e keni. Konstantina, je dakord
Patjetër. Më thuj tani, je dakord me penaltit e Hollandës me Ilirin një qik, sepse se kam pas Ilirin duhet ta ngacmojnë qik. Se kam pasur. Ne do më thonë e kemi parë në tërësi që gjitha lojrat kanë pasur emocion dhe ka pas surpriza nga momentin në moment. Tek pjesa e penaltive është vërtet arritje ku një skuadër do më thënë quhet e pamposhtur, në faktin që në 90 minutësh nuk ka arritur asnjëherë, do më thënë që një skuadër tjetër ta arri, ta ule dhe ta heq atë si skuadër, por që fakti që ndodhet jashtë botrorit tregon që ende ka nevojë për përmirësim dhe për më tepër seriozitet në lojë. Kjo ende është bëna 40 vjetë që e presim që na Cruyffi. Brezi babës tim priste Holanda që të fitonte kampionat. Cruyffi ma 2 herë në finale. Botrore dhe Zamonik tani krimi masje se mori, po ç'të bëjmë tani? 3 herë, jo 2 herë. Me bukra është tani se futboll ka luajtur vetëm Messi, këta tjerë asnjë s'ka luajtur. Me këtë kam unë probleme me brezën e ri, domethënë nuk kanë respekt për ata që ka luajtur. Pele ka fituar 3 herë Kupën e Botës, zotri, me topin me 3 lokë. Edhe pucët ndryshe, fusha e keqe, mjekësia e keqe, gazetaria e keqe, media nuk filmonte dot. Sot i ketë gjithë, sot është bërë çdo njeri një gazetar. Telefon s'kishte, WhatsApp, send location, gjithë me radhë. Po habit të bën se realisht kur Hollanda ka qenë vitet 80, sa 80-90 që ka qenë njëra 2-3 superfuqit të botës, apo jo, se mos gaboj. Po sigurisht. Që një qik më të vjetër se unë i ka pa që kam pa na videot në historitë e babit. Edhe mos të kesh një trofe botror edhe kanë ekipe për shumë. Kampionati Evropian 88 ka qenë, me Van Basten. Van Basten, Rudgullit, Rijkaard. Shiko, do të më falësh. Po jo, duhet të mësoj, por me gjithë atë. Jo, këtu futet vetë në lojë. Ka ju do futet vetë lojë, do të mësësh sa gjëra të bukura. Hollanda është një komb jo shumë i madh. Okej. Dhe historitë e futbollit holandez kanë krijuar vetëm 3 breza. Brezi i famshëm që unë edhe Martini duhet i njohëm ka qenë brezi i 74 si Cruyffit, i Neskës, Resemblingut, i Krollit, i Hanit edhe shokëve të tyre. Brezi i dytë ka qenë brezi i Rudgullit, Rijkaard, Van Basten. Ai përket ka qenë trofeu i parë në arenën ndërkombëtare i parë dhe i vetmi. Ka pas edhe një brez shumë të talentuar që ka qenë brezi i 2010 si Afrikës Jugut. Ka qenë Schneider, Robben, Van Persie, portier kishte, mbrojtës, ka qenë Van Bommel, kishte edhe De Jong, kishte edhe një shans këtë kampionat. Për hir të vërtetës, një pjesë e mirë e lojtarëve të Hollandës luajnë në ekipet shumë cilësore të Europës. Me Liverpoolin... Po shiko, më duket dhe futbolli ka ndryshuar, sepse këta 2 ansorët që i tonë winger këta, e ke parasysh, 2. Për shembull ishte Ribéry, Robben nga ana tjetër. Futbolli në sotëm, nga që skuadrat po mbrohen thellë, nuk po vjen re shumë si më parë. Jeni dakord? Erik, me që edhe trajner personal? Deri diku Olise për shembull është... Po dhe ai po luan ndryshe. Po, atë doja me thënë që në botror ka ndryshuar loja vetë në tifozi Bayernit edhe tani dihet loja vetë pak a shumë i ngjan Robbenit, por tani ka filluar të vertikalizojë shumë pasimet edhe gjithë kanë përpiqen të bëjnë atë lojë. Se është pikërisht kjo që mbrojtët të tërhiqen mbrapa, por të them të drejtën varet nga ekipi. Se kur ke ekipe që si Egjipti për shembull dje që më habiti mas golit i dytë duhet të tërhiqej mbrapa, përpiqet të kundërsuli dhe psoi golin e parë, psoi golin e dytë dhe golin e tretë të 3 mësoj. Protesta me Messin e dakor, deri diku ka qenë skandal gjithë. Deri diku jam dakord. Diskutimi ishte që ne na nxjerrin jashtë Kupës Botës. Jo, deri diku jam dakord me protestat, por ti nuk mundesh të psosh 3 gola. Protestat kampionat apo këtu? Në tani diskutim edhe këtu. Por ideja është kur ti pson të njëjtin gol 3 herë me Ecim Konstantina, futemi në diskutim, mos ju japum fjalën. Ishim duke diskutuar për Olisen, me thënë drejtën ka qenë një nga ata lojtarët i cili është spikatur dhe me thënë drejtën është cilësuar shpesh herë si kur ai vallëzon në fushën e sportit, dhe realiteti ky ka qenë, domethënë me atë heshtjen e vet, bu ka arritur të bëjë zhurmë nëpërmjet lojës dhe atmosferës që ka krijuar në fushë. Dhe kjo është nga gjërat që duhet vlerësuar dhe një nga ata lojtarë i cili vërtet duhet dalë më pa. Ka dalë pa me Bayernin. Me Bayernin patjetër, por nëse flasim për botrorin, janë vetëm disa figura që kanë vazhduar të vërtiten edhe... Okej, ai s'ka shënuar gola, por është asistmeni më duket më i miri i kampionatit, tani ka 6-7 asist. Mendoj se ky është problemi kryesor, se ne gjithmonë asistojmë dhe japim gjithmonë atë fokusin atij personi që shënon golin, por që të bëj golin. Olizeja për mua në te ekipi i Francës është lojtari më i mirë që ka Franca. Me kyç, po. Është lojtar teknik, lojtar me tru, lojtar Olizeja.
kam simpati më shumë se Mbappéja që... Që ke tifoz i vjetër futbolli? Po, shumë Që qa vitesh ke filluar të ndjekësh futboll? Që 7 vjeç. Që 7 vjeç. Pjesë e stadiumit, besoj. Pjesë e stadiumit e pandashme asnjëherë. Me ke qenë këtu kampionat? Këtu? E. Në vitet e para kam qenë me Dinamo, me thonë drejtë. Aha. Kur doli kampion... Po, me Dëmëllarin me këta? Me Dëmëllarin me këta. Po pastaj? Pastaj isha me Kuksin, sa më vetë nga Kuksi dhe... E pse ndrove? E ndrova. Tashi vendlindja. Sa vite po... Si ke Kuksi, si përrin Tiranë, si ndrove? E le Dinamo. Vendlindja është... Po mire ke parë, para vitet 90 që u bërë me Dinamo, mire bëjë. Me se isha në regull, po t'ishe me Dinamo... Ishte me Dëmëllarin, ishte me Ferko... Me ke qenë? Ishte me Mojtin Targan, ishte... Unë jam tifoz i thekur i Dinamos edhe i Hollandës. Jo, me që keni gjithë Dinamos. Dinamobit. Me thëmë drejta një indicjen për të qenë tifoz i Dinamos e ka marrë nga vllai i madh. Ne jemi dy vëllezër, ai ka qenë tifoz i thekur i Dinamos. Si? E ka pas ekip në vitet 74. Ti ke kap zërin për naskën? Jo, edhe më përpara. E më përpara? E më përpara ka qenë një brez i shkëlqyer. Lute Çeço, Gani Xhafa, Torres Siragu ishin në mesfush, për naska zëri Ballxhini ishin në sulm, edhe mbrojtja ka qenë Ahmed Dani, Sejdini, Kodra edhe Axhi Mërgjyshi. Edhe Rifati Bërshimi. Po pastaj erdhi brezi i Demollaret, i Markos, i Alit Gegës. U transformuan brezat, po vazhdoj të jem e ndjek edhe në këto kohë, megjithëse Dinamo për një kohë gjatë ka luajtur në kategoritë inferiore, tani ka dalë që po investohet.